Atëherë, duke falenduar të gjithë për pjesëmarrjen, klubet dhe përfaqësuesit e medias, po fillojmë menjëherë me hedhjen e shortit për kategorinë e parë për sezonin e ri 2016-2017, duke bërë një sqarim të vogël për shkak se ekipi i Marmorësit nuk i kryu të gjitha shkryerjen e detyrimeve financiare, do të zëvendësohet nga ekipi i Partizanit B, bazuar në renditjet sportive të sezonit të kaluar të kategorisë 2. Pra, në skemën edhe tek feta që ju kemi dhënë, është ekipi Partizanit B. Për shkak se Partizani B dhe Dinamo i zhvillojnë ndeshjet në kompleksin internacional në Kamës, mbas të shortit kemi zgjedhur dy numra, 1 dhe 6, të cilat nuk kanë përplasje që të zhvillojnë ndeshjet brenda një jave pra në një stadium. Për këtë arsye japim një mundësi. Atëherë 1 dhe 6. Meqense numri 1. Pra Dinamo dhe ekipi numri 1. Partizani numri 6. Atëherë, gjithashtu kemi edhe skuadrën e Sopotit, e cila bazë të shkresës që ka prur, do të luajë ndeshjet në fushën e stadiumit të Ilirisë. Pra edhe këtu kemi një përplasje dhe për këtë arsye kemi zgjedhur dy numra të cilat skema na lejon që këto dy skuadra të mos lozin brenda një jave në një stadium. Numri 5 dhe numri 10. Atë për Ilirin, Jetë havën. numri 10. Sopoti numri 5. Në bazë të renditjes së sportive të sezonit të kaluar. Atëherë do të hedhim numrat në gogla brenda, numri 1, Numri 2, e numri 6 dhe numri 10 nuk do jetë shok pas Tiranë. numri 5, Numri 7, dhe në bazë të renditjes vjetshme i bie që skuadra e parë që do të rrihet në short është Tërbuni. Ka një profesor Tërbuni? Po. Tërbuni numri 4. Vazhdojmë me Kastriotin. numri 7. Ekipi i radhës është Beslidhje. Numri 8, Beslidhje. Ekipi i radhës është Erzeni. Dhe numri 5. Vazhdojmë me ekipin e Burrelit. Ka një përfaqësues? Burreli numri 1. Vazhdojmë me ekipin e Kamzës. Kamza numri 9. Vazhdojmë me skuadrën e Besë. Besa numri 3. Dhe ekipi i fundit Shënkolli. Numri 2. Atëherë vazhdojmë me procedurën e hedhjes së shortit për grupin B. Me qëse numri 1 dhe numri 5 janë të përzgjedhur, Bylis numri 4. Po, tash do dalin. 7. Apolonia. Numri 6. Apolonia numri 6. Vazhdojmë me ekipin e Lushnjës. Po, numri ka përgjë. Numri 3. Lushja numri 3. Dinamo është zgjedhur për Elbasanin. Elbasani ka ardhur. Elbasani numri 2. Numri 2 Elbasani. Vazhdojmë me Shkumbinin. Numri 10. Turbina. Numri 9. Dhe
të mori, bashkë në shëmërë të mori numri 8. Si e dini, faza e tretë e kategorisë së parë do të zhvillohet me skemën e ndarjes së dy grupeve, pra 5 ekipet e renditura më mirë do luajnë në grup të veçantë dhe 5 ekipet e renditura më poshtë do luajnë në një grup tjetër. Në rast se të gjitha pikat e grumbulluara në fazën e parë do të përgjithësohen dhe skuadra e cila do renditet në vendin e parë të grupit që do jetë sipër do ketë mundësi që të ngjitet në kategorinë superiore. Pikat do përgjithësohen Mas dy faze. mbas dy fazave të para, faza e tretë. Në rast se do kemi numër tek, pra ke 35 pikë, i bie 17.5 do merr 18. Do jetë pika më e lartë, jo pika më e vogël. Kemi edhe një risi për këtë sezon. Federata Shqiptare e Futbollit do t'i pajisë të gjitha ekipet e kategorisë parë me tabelat elektronike. Pra, meqenëse edhe ndeshjet do të jenë live në televizion, pra 3 ndeshje të paktën në javë. Të gjitha ekipet do kenë mundësi që përdorin tabelat elektronike para që mos kemi më probleme me zoncimin e lojtarëve dhe kemi një imazh sa më cilësor edhe për kategorinë e parë. Atëherë suksese të gjithëve edhe të na shkojmë mbar. Suksese.